Tragjedia e Maliqit, Shqipëria që vret bit e vet nga varfëria. Në Maliq, në një cep të harruar të Shqipërisë, 3 jetë u shuan nga skamja. Jo nga ndonjë fatkeqësi natyrore, jo nga ndonjë katastrofë e paparashikueshme, por nga ajo që është bërë normalitet në këtë vend, varfëria, mungesa e shpresës dhe braktisja totale nga shteti. 3 njerëz që jetonin në kushte njerëzore, pa ngrohje, pa ushqim, pa kujdes, humbën jetën në heshtje. Dhe kjo heshtje është më e frikshme se çdo siren alarmi, sepse tregon një shoqëri që është mësuar të mos ndjej më. Kjo është Shqipëria e vitit 2025, një vend që udhëhiqet nga politikanë që flasin për reforma, për rritje ekonomike dhe zhvillim të qëndrueshëm, ndërsa qytetarët e thjesht vdesin nga uria, nga i ftohti, nga mungesa e shpresës. Kjo nuk është tragjedia e Maliqit, është tragjedia e gjithë Shqipërisë. Sepse Maliqi sot është simboli i një realiteti që shtrihet nga veriu në jug, në çdo fshat, në çdo lagje të harruar, në çdo familje që zgjohet pa ditur si do mbjetoj deri nesër. Qeveria hesht. Ministrat e pasur, të mbuluar me luks e arrogancë, bëjnë sikur nuk shohin. Kryeministri, që bën art me fjalët, nuk gjen dot një fjalë për të ndarë dhimbjen e atyre që nuk kanë as bukë në shtëpi. Sepse për ta, vdekjet e varfërisë nuk janë lajm, janë statistikë. Në një vend ku ndërtimet rriten si kërpudhat pas shiut, ku tenderat shkojnë në xhepat e pak vetave, ku miliarda euro shpërdorohen për fasada dhe propagandë, ka ende njerëz që jetojnë pa ujë, pa energji, pa shpresë. Në këtë vend të pasur me burime, me tokë pjellore dhe njerëz punëtor, vdesin njerëzit nga uria dhe të ftohtit. A nuk është kjo krim? A nuk është kjo një formë vrasjeje e heshtur, e planifikuar nga një sistem që e di shumë mirë se çfarë po bën? Politikanët tanë dalin në televizione dhe flasin për suksese historike, ndërsa në Maliq vdesin njerëz që s'kan parë kur një mjek. Flasin për Shqipërinë digjitale, ndërsa fëmijët rriten pa libra dhe pa drilë. Flasin për rritje ekonomike, ndërsa të moshuarit kërkojnë bukë në kazan. Kjo është fytyra e vërtetë e shtetit shqiptar, një shtet që i le qytetarët e vet të vdesin në errësirë, ndërsa vet ndriçohet nga paratë e korrupsionit. Tragjedia e Maliqit nuk është e para. Ka pasur me mira të tjera, të shpërndara në çdo cep të vendit. Vdekje nga uria, vetvrasje nga dëshpërimi, familje që flen në makina, fëmijë që rriten nëpër rrugë. Dhe do të ketë edhe të tjera, sepse askush nuk mban përgjegjësi. Në Shqipërinë e pushtetarëve, jeta e njeriut të zakonshëm nuk ka vlerë, është thjesht një numër që zhduket në statistikat e Instatit. Kjo është Shqipëria që ka humbur çdo ndjenjë solidariteti, çdo moral, çdo drejtësi. Një Shqipëri që vret ngadalë çdo ditë me varfëri dhe indiferencë. Dhe nëse dikush mendon se tragjedia e Maliqit është vetëm një ngjarje lokale, gabohet rënd. Sepse Maliqi është pasqyra ku shohim të gjithë veten, një popull që hesht, që duron, që pranon të jetojë në mjerim ndërsa ata që duhet të shërbejnë diellin, shpërblehen dhe qeshin. Kjo nuk është thjesht një tragjedi sociale. Është një akuzë. Një akuzë kundër çdo qeverie që ka ardhur e ka ikur, kundër çdo ministri që ka firmosur buxhete për luks dhe jo për jetën e njerëzve. Një akuzë kundër gjithë atyre që e kanë kthyer Shqipërinë në një vend ku varfëria është dënim me vdekje. Në Maliq u shuan 3 jetë. Nesër mund të jenë 3 të tjera në Kukës, në Puk, në Lushnjë, në çdo cep të këtij vendi që po vdes ngadalë. Por për një gjë duhet të jemi të qartë, çdo vdekje nga varfëria është vrasje politike. Dhe fajtorët janë në pushtet.